Në kuadër të mashtrimit global të historisë, gjeografisë dhe të realitetit tonë përgjithësi, në shkollë kemi mësuar edhe për gjeni të ndryshëm, të cilët kanë shpikur këtë apo ato formulë që i ka ardhur në ndihmë racës sonë njerëzore. Por a është kështu në realitet, apo një dorë e fshet luan gurët prapa perdes? Tek qifutët, rolin e gjenisë e pretendojnë tre vetë: Einstein, Freud dhe Norbert Wiener. A ishi vërtet gjenik këta njerëz, apo është vënë zbatim një nga mashtrimet e radhës qifute? Le t'i hedhim një sy personin që quhet Albert Einstein. Si fillim, ne na rrënjosën në kokë teorinë e heliocentrizmit, e cila nga ana e saj bazohet në teorinë e gravitetit. Pra është forca gravitacionale të rrejse e diellit, ajo që mban planetet në orbit, duke krijuar një sistem që quhet diellor. Ndërkohë në kohën e dur, na del një figurë e quajtur Sir Isaac Newton, 23 vjeç, i cili duke medituar poshtë mollës një ditë, i bie në kokë një mollë, e cila i shërbeu jo vetëm Isakut, por dhe gjithë racës njerëzore në shpikjen që Isaku e bëri gravitacionale. Pastaj thanë se kjo forcë është mrekullia vetë dhe na bën lidhur me tokën si ne njerëzit, por edhe ndërtesat, detet e oqeanet. Më vonë doli dhe Kepleri, që na sqaroi dhe ligjet fizike se si rrotullohet gjithçka rreth diellit. Dhe vim në fund të shekullit 19 dhe fillim të shekullit 20, kur një gjeni me plot kuptimin e fjalës i quajtur Nikola Tesla zbuloi në praktik universin elektromagnetik. Më 1897 u mbajt kongresi i parë i sionistëve dhe kësaj lëvizje i duhej një flamur, duhej krijuar dhe mbajtur lart personaliteti dhe genialiteti qifut, dhe për këtë arsye, hazaro-sionistët gjetën djalin e qifute që jepte mësime private fizike tek Oppenheimer dhe filluan të investojnë fort, duke patur natyrisht pothuajse gjithë median botërore në zotërim. Dhe në këtë mënyrë, filloi pompimi i Jezu Krishtit të ri në fizikë. Pas 1110-s, sionistët me përpjekje kolosale po e shtyrin Einsteinin për çmimin Nobel. A e di ndonjë nga ju se pse i është dhënë çmimi Nobel Einsteinit? 10 veta në 10 mu përgjigjen për teorinë e relativitetit. Me gjithë presionin e madh dhe financimin sionist, komiteti e kishte të pamundur të gënjente për teorinë e relativitetit. Kështu që dha këtë formulë: i jepet çmimi Nobel për zbulimin e efekteve elektrike, si dhe për punën në fushën e fizikës teorike. Einstein filloi të artikulonte fraza të shkurtra kur ishte 7 vjeç. 9 vjeç fliste mjaft avash. Në Politeknikum që i dobët deri i zakonshëm. Mesatarja e gjeniu që midis 3-shit dhe 4-s. Disertacioni i doktoraturës, definicioni i ri i dimensionit molekular, kushtuar lëvizjes Brownovit, është deklaruar e gabuar. Duke punuar nga 1902 në zyrën e patentave, mori në mas informacionet e shkencëtarëve të ndryshëm të kohës, duke shfrytzuar më vonë. Teorinë e tij të veçantë të relativitetit e krijoi në 1905, por se krijoi nga hiçi. Ideja bazë e Poincares, ndërsa aparati matematikor e huajti nga Lorenzi. Në punën e tij nuk krijoi asnjë citat të tij, po vidhte shpikje të huaja dhe i paraqiste si të tilla. Pas shpikjes së teorisë relativitetit, u takua me Poincaren, i cili e akuzoi për plagjatur. Poincare nuk e kuptonte se për qifutët s'ka plagjatur. Vjedhja gjës u huajt dhe paraqitja si e tyre është metodë tipike e genialitetit qifut. Një rol të madh në punën e tij ka luajtur gruaja e tij e parë Milena Marić. Të gjitha shkrimet e kohës nëpër gazeta kanë patur në shkrimin Einstein-Marić. Teoria e përgjithshme e relativitetit e 1915-s, që vepër fondamentale e polakut Minkowski, mbi 4-dimensionalin hapësirë-kohë, që në thelb që është zhvillimi i idesë 4-dimensionale të hapësirës të Poincares. E famshme AMC katror, që edhe dore Milena Marić. Natyrisht Einstein pati dhe punën e tij dhe diçka arriti. Teoria e përgjithshme e relativitetit është plot absurditete dhe kundërshtime logjike. Në 1916 ndahet nga Milena Marić, zyrtarisht në 1919, dhe martohet me qifuten Elsa. Pas kësaj, për 30 vjetërisht nuk arriti asnjë rezultat. Mekanikën kuantike të Niels Bohr, Einstein përgjithësi nuk qeni gjete ta kuptonte, sepse i mungonte intelekti.
Ky është personi që qufutët e mbajnë si gjeniur më të madh njerëzimit. Thamë se ju dha çmimin Nobel për zbulimin e efekteve fotoelektrik si dhe për punën në fushën e fizikës teorike. Në fakt, vetë fotoefektet u zbuluan në 1887 nga Hertz dhe në 1888 fotoefektet u provuan në mënyrë eksperimentale nga shkencëtari rus Stoletov, i cili zbuloi ligjin e parë të fotoefektit që quhet ligji Stoletovit. Rryma maksimale e fotoelektrike është në përpjestim të drejtë me rënien e rrezeve të ajrit. Stoletovi natyrisht u dha si një çmim Nobel. Einstein zbuloi në thonjza ligjin e dytë. Energjia maksimale e fotoelektrike në mënyrë lineare varet nga frekuenca e dritës që bie dhe nuk varet nga intensiteti. Do ta kishte zili edhe zhvegu. Ky është genialiteti i çufutit të madh. Einstein i njeh edhe sqarimi i mekanizmit fotoelektrik në bazë të kuantikës dhe natyrës së dritës. Por teorinë kuantike të rrezatimit e krijoi Max Planck në 1900. Einstein që një sionist aktiv dhe luftëtar i antisemitizmit. Vështrimi i tij për botën që nëse çifuti merrte në provim të njëjtin notë si jo çifuti dhe që të dy nuk regjistroheshin në fakultet, atëherë jo çifuti nuk u regjistrua nga budallëqit e tij, kurse çifuti nga antisemitizmi. Ndërkohë Einstein mbronte aktivistë homoseksualët. Tesla ka thënë, puna e Einstein për relativitetin është një arritje e mrekullueshme matematikore, që habit dhe verbon njerëzit që të shohin gabimet bazë. Teoria si një i varfër, i veshur me rroba të purpurta, për të cilat disa njerëz mendojnë se është mbreti. Bashkëpunëtorët e tij janë njerëz brillant, por ata janë metafizik dhe është shkencëtar. Mirë është të kemi sa më shumë informacion, pastaj takon secilit për nxjerr konkluzione. Pyetja thelbësore në fakt është se pse doli në 1905 teoria e relativitetit. Ka ndonjë hile për të mbuluar diçka, apo thjesht gjeniu e shpiku atë? Në atë kohë, thuhet se gravitacioni qeveris gjithësinë, dhe që nga koha që jetonte Galileu, pastaj nëpërmjet Newtonit dhe Einsteinit, e deri tek fizika moderne, thamë se ne na futën kokë konceptin që molla ra nga pema, dhe ky është një tregues i gravitacionit. Ne kemi një sistem shkencë që na jep energji me ndihmën e gravitacionit, duke shfrytzuar eksplozivin dhe djegjen e karburanteve, duke bërë ç'është e mundur nga natyre që ky planet të bëhet ferr i vërtet. Por ç'thot gjeniu Tesla? Fuqia elektrike është gjithandej prezente në sasi të pakufizuar dhe mund të udhëheqë makinën botërore pa ndihmën e qymyrit, naftës, gazit ose çfarëdo lloj lëndë tjetër djegëse. Pyetja është se pse e fshehin këtë nga ne? Pse shpikën gravitacionin për të mbuluar universin elektromagnetik të Teslas? Përgjigjja është energjia falas. Tesla e dinte se si të manipuloni fushën elektromagnetike të tokës, dhe në këtë e quajmë gravitacion. Problemi është se ata që janë pushtet nuk duan që ne të kemi energji falas. Po kush janë pronarët e kompanive energjetike dhe të naftës? BP, Texaco Oil, Chevron, Shell, Total, Gulf, Exxon, kështu me radhë. Po të njëjtët kanë bankat si dhe firmat e armatimeve. Ne nuk kemi fare nevojë për naftë, gaz apo lëndë të tjera për të fituar energji. Këto veç ndotin ambientin në rang global. Ne thjesht mund të manipulojmë fushën elektromagnetike të tokës dhe të përfitojmë energji falas për gjitha nevojat tona. Por ata që janë pushtet, na shikojnë si njerëz idiot, që u shërbejnë si konsumator për të ngritur ata perandoritë e tyre mbi bazën e mundit, djersës dhe gjakut ton, duke na fshehur energjinë falas. Kjo është arsyeja kryesore e daljes në treg të teorisë së relativitetit të 1905-s për të mbuluar energjinë falas të Teslës. Le të hedhim një sy EMC-s katror të famshme. Duke ditur që shpejtësia është konstante, pra rreth 300.000 km/s, një mashtrim ky klasik që të flasim një herë tjetër, energjia është në përpjestim të drejtë me masën, që do të thotë sa më e madhe energjia, aq më e madhe masa dhe anasjeltas. Këtë na e thot gjeniu. Por po që kështu, përse molekulat e ajrit të ngrohta në një dhomë qëndrojnë lart dhe nuk bien poshtë sipas gjeniut?
Molekulat e ngrohta logjikisht kanë energji më të madhe se ajri ftohtë dhe duhet kenë dhe masë më të madhe, e cila masë do t'i zbriste poshtë në dysheme, apo jo? Si do të përgjigje gjeniu për këtë pyetje? Në qoftë se faktet nuk përkojnë me teorinë, ndryshoni faktet. E ka thënë vetë gjeniu këtë. Në letrën që i dërgonte profesor Salavinit në 1149, Einstein shkruante: "Në punën time jetësore, kur kthej kokën prapa nuk mendoj se kam në përgjithësi të drejtë. Bile shumë tema nuk qëndrojnë fare." Letra e pa dritën e botimit shumë vjet pas vdekjes së tij, 1155. Të imagjinosh se ka 120 e ca vjet kur Tesla zbuloi energjinë falës dhe ne vazhdojmë të ndotim ambientin dhe të krijojmë luftra vllavrase në favor të Hazarut Çifutëve, që në fakt duhet theksuar se s'kan asnjë lidhje me popullin Çifut që jeton sot në Izrael e nëpër botë. Por kjo është një temë tjetër. Deri në emisionin e radhës, ju jeni tek bota e fshetë, aty ku fantastiko shkencoria shpesh është edhe realiteti. Tung.